albës edhe Dolçes si e ke parë? Është një situatë nga jashtë. Sikur se me Dolçen, ashtu edhe me albën, ashtu edhe me Vjen. Dhe më thonë një situatë që është nxjerrë nga jashtë, po tentohet futet në Big Brother. Ne e dimë historinë e famshme të Çerma Shokut me albës dhe Dimit, por gjë që në herë është ndërprerje, herë është vazhdu. Dhe për këtë arsye për mua nuk është ndonjë situatë pa parë nga albës dhe Dimit. Mirë po më habit Dolçe, mos e cilën respekt, po nuk e di se nuk u kthyja i respekt nga Dolçe, duke ditur se Kosova e respektoi, bile se që edhe Grande Fratello i dha një energji të mirë pozitive të angazhimit, po si femër nuk po jep lojë. Jo, më shumë është femër joshjes, të josh sa herë që hin meshkujt bukur, fenomenet bukura, se sa të krijojnë ndonjë lojë. Ndoshta është kjo dhe e menduar si loja e Dolçe. Në anën që Alba dihet, Alba sjell ato momentet e marrjes së serialeve turke të cilat janë të evidentuara tashmë. Bia është Bia. Duke ditur Bian rolin e saj nëpër rrjetet sociale, ne njohim tashmë jetën e Bias nga jashtë. Unë vetëm diçka do të them, Bia nuk është mesazh për të parë në televizion. Bilet jam shumë kundër edhe asaj që ajo shfaqi për sa i përket të hyrave mujore nga rrjetet sociale që nuk u domjon emër rrjeteve sociale. Kështu që është një gjë që i ka bërë njerëzit pak të irrituar. Unë them se brenda këtij nominimi e shoh Bian apo kushtrimin dy më të rrezikuar për dalë nga kjo shtëpi. Arsyeja është që kushtrimi është shumë djalë i mirë, është një djalë me vërtet shumë i mirë, me duke treguar sjell, edukat, gjitha, por jo lojë. Dhe kjo të bën që kushtrimi mund të dalë. Por, kur flasim për Bian, unë them që kjo me magji, futja këtyre damavereve me çiftit ka mirëtuar, se ne shqiptarët jam shumë me pa telefonela, romanca dhe i pëlqejnë këto romanca dhe novela, unë besoj se këto duhet më të rrezikuarit. Është qartë. Kika nga ana tjetër, në javët e fundit disa nga banorët duken ndoshta të fikur, po i shuajnë në thonjza, ringjallen papritur dhe kthehen ndoshta edhe në protagonist. Ashtu si ndodhi dhe situata me Bian sa i përket dhe magjisë në klipin që doli ditën e dieshme. Mendon se kjo është vërtet një lojë personale apo ndoshta është edhe një ndihmë indirekte për të balancuar ndoshta finale në fund? Duke ditur që edhe vendi nga vjen Bia, domethënë nga shteti rumon, duke ditur që Rumania merret me këto gjëra, unë jam shumë i bindur që njerëzit në Kosovë nuk besoj që mund t'i preferojnë apo mund t'i pëlqejnë këto gjëra. Gjithsesi është çështje që mbetes kohës, por çështja e magjisë unë mendoj që ka irritu duke u bazuar edhe në besimin fetar që ka Kosova. E qartë. Mirë, Kika, kalojmë tek Big Brother VIP Albania. Si e ke parë gjithë lojën që po zhvillohet aty brenda? Big Brother VIP Albania, një ndër fenomenet që unë e pëlqej. Unë shoh jo që t'jam nuk do të bëhem lokalist, por shoh brikenën tonë shumë qendër vëmendjes, shumë gati për një sfidë. Unë e dëgjova mbrëm duke i thënë Ilirit që mund të tërhiqem për sa i përket spektaklit të sotëm. Nuk e besoj, mund mendoj që është një taktike e brikenës. Nuk ka arsye se brikena të largohen nga kjo garë për shkak se ka treguar një vajzë të fuqishme dhe një vajzë shumë lojtare. Duke ditur që mu më vjen mirë që më në fund një mis del dhe tregon se po dhe femrat e bukura dinë të sjellin lojë, dinë të sjellin karaktere të cilat janë për garën, duke ditur që ne dim mirë që thonë për misa që nuk janë për mene për punë, por brikena po tregon diçka shumë bukur. Mos harro se është një trazim i lojrave edhe me futjen e Inës, se i vajzës cila ka qenë e përputhur dhe është në lidhje me Kejsin dhe me Stelinën. Unë mendoj që do të jetë një dyjavshme ku do të merren vetëm me këto. Po, në Shqipëri shoh një fenomen ku mund të jetë edhe fitues i kësaj gare. Unë mendoj që Shqipëria kësaj radhe do t'ja lej romancës. Edhe unë mendoj që kjo romancë, djali i ri që ka është fut, Mateo,
mund sjell romanca të ndryshme, provokime të ndryshme brenda kësaj gare. Dhe unë besoj tek kjo loja e Mateos me gocat, nuk besoj fare në lidhjen e Brikenës dhe Mateos, po besoj që ai ka një aventurë me gocat duke ditur falë filtrit që i sjell palestra, filtrimi trupor. Unë mendoj që ai do të jetë njëri ndër konkurrentët që do të ditë luaj, në qoftë se ditë luaj. Ndërsa fenomeni më bombastik brenda së shtëpisë është Bajamja, ku ai bravo, po di të prek nervin, po di që të loz, po di që të edhe të jeti drejt për drejt, sa mund njerëzit të thonë është skuth, jo. Për disa raste është edhe drejt për drejt. Unë nga ky fenomen në Shqipëri, njoh Erik Lloshin, ku e kam pasur në shumë emisionet e mia për produksionin që unë realizoj, njoh Brikenën nga afër, njoh Mirin e Vesaj Pamulli, kam njoh Forstinën, ku është dalja e Stinës më ka shokuar, për vetëm arsye sepse ta them drejtën, aty vip ishin Stina dhe Miri, dy persona që kanë një karrierë të fuqishme televizive, kanë një karrierë të respektuar televizive, por gjithsesi këto janë për të tentativën e çelën në judev. Unë di të them se mua diçka nuk më pëlqeu, nuk më pëlqej analizat e zënjes Kryemadhe, ku shpesh herë po mundohet të nxjerr nga loja dhe t'i fut në loja siç e mendon zënja Kryemadhe si analiste. Për Arbin është shumë respekt, është fenomen dhe është njeriu që unë me shumë dëshirë dëgjoj analizën e tij, sepse e di se si ta analizoj si çështje. Unë mendoj që Shqipëria, Big Brother në Shqipëri, do ta kishte menduar mirë zënin Kryemadhi për pozitën e analistës. E qartë, Kika, nga ana tjetër, në informacionet e tua, çfarë mendon se ka ndodhur vërtet mes Brikenës dhe Mateos? Unë do të them diçka, Mateo është një gjuajç. Ku shpesh shkon në harkun e tij, ai është shpesh pasim. Tashi nga dy deklaratat, unë jam mësuar që të besoj realitetin. Unë them që mund të ketë ndonjë shkruajtje, ndonjë pëlqim, po asnjëherë ndonjë lidhje, sepse unë nuk besoj që Brikena me gjithë atë bagazh që ka do të mohon lidhjen në televizion, duke ditur se Shqipëri-Kosovë është një vend i vogël dhe mund dalin fakte të ndryshme, siç i dolën atij djalit me atë gocën, Kejsit. Dua të them se unë besoj se mund të ketë ndonjë fërkim, po lidhje jo se jo, dhe pëlqimi është momental, mund të jetë javor, mund të jetë mujor, po jo pëlqim që mund të vazhdoj. Mund rindot se do të ketë rilidhje në Big Brother, ajo mbetet për të parë. Ndërkaq, Kika, marrëdhënien e mes Mirit dhe Selinës, si e ke parë? Dëgjoj, Miri, unë mendoj që është i kapluar nga emocionet dhe duke sjellur këto emocione, ai nuk i di asgjë se çfarë po vepron. Unë më shumë Selinës si konvenon ky afrimi i Mirit afër saj, ku Miri ka bërë që të qenë vëmendjes, Miri ka bërë që të ketë gjithatë bagazhin ajo sot e ka domethënë një plus në Big Brother të pamerituar fal Mirit, ku Miri ka qenë në vëmendjes, ajo duhet t'i falënderohet Mirit. Unë nuk besoj në atë termin shqiptar që Miri mund të jetë nga ato persona që mund ngacmoj një vajzë që është moshë vajzës vetë, thashë më the, nuk e besoj. Unë shoh një Mirë të kapluar nga emocioni, po jo